Nga toka nuk u pan, por nga qielli dyshohet se kanë hyrë në Kosovë. Fluturimi i dronëve ditëve të fundit, kryesisht në pjesën veriore të vendit, sipas policisë, erdhi nga një shtet fqinj. Kemi pas fluturime dronëve që ne po dëshojmë që vijnë mbi territorin e Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Policia është në kontakt me KFOR-in, jemi duke monitorimin dhe me pas se çfarë mund të bëhet. Sipas tij, rreziku ekziston vetëm për pjesën e kufirit. Është e rrezikshme për pjesën e kufirit, po për qytetarët tonë jug ne jemi duke i mbrojtur po ashtu, ndërsa hapësira ajrore është përgjegjësia e KFOR-it. Televizioni ka pyetur misionin e NATO-s në Kosovë në lidhje me pohimet se qielli i shtetit kosovar është përshkuar nga dronët serb, por një gjë e tillë është mohuar. Ne nuk kemi identifikuar shkelje nga dronë që mund të ndikojnë në siguri në Kosovë. Komandanti i KFOR-it ka autoritet mbi hapësirën ajrore të Kosovës, sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999. Kështu që KFOR-i monitoron rregullisht hapësirën ajrore të Kosovës përmes të gjitha mjeteve dhe aseteve në dispozicion të tij. KFOR-i thotë se është thelbësore që të gjitha aktivitetet në hapësirën ajrore, veçanërisht afër vijës kufitare administrative, të koordinohen në mënyrë adekuate me ta për të parandaluar tensionet dhe për të ruajtur sigurinë. Veç tjerash potencon se mbetet në kontakt të ngushtë me organizatat e sigurisë së Kosovës dhe forcat armatosura serbe.